Pas 51 vjetësh nga vdekja e Ahmet Zogut, tani më eshtrat e tij do të prehen në Shqipëri. Është zhvilluar në Francë ceremonia e zhvarrosjes së eshtrave, aty ku mbreti Zog ndoroi jetë. Nën kujdesin e autoriteteve franceze është zhvilluar ceremonia zyrtare, ku pala shqiptare përfaqësohen nga ministra e integrimit Majlinda Bregu. Për Bregun ky është një nderim i mohuar për këtë burr shteti. Sot 73 vjet pas largimit nga Shqipëria, eshtrat e mbretit Zog kthehen në jubileun e këtij 100 vjetori. Dhe kjo është një ceremoni nderimi i mohuar që i takon këtij burri që ndërtoi shtetin shqiptar. Jo vetëm shpirti, por dhe trupi i tij i takon tokës ku lind, vendit ku vazhdojnë të jetojnë trashëgimtarët e tij. Në ceremoni merrin pjesë edhe disa përfaqësues të familjeve kryesore mbretërore europiane, ndërsa pritet që eshtrat e mbretit Zog të vinë në Shqipëri ditën e premte rreth orës 8 të mëngjesit. Ceremonia e omazheve do të zhvillohet në Pallatin e Brigadeve ditën e shtunë, nga ora 10 deri në orën 12, ndërsa pritet të varroset po ditën e shtunë.